Ja ku jemi dashurmiq në këtë pjesë të 6, është ajo pjesa ku unë gjithmonë vonoj të dalë në skenë. Arsyeja pse mund t'ju a them në finale. Në finalen e madhe me datë 20 qershor 2025. Por kemi ende punë të ri atëherë, sepse tani në këtë moment unë jam gati të mirëpres në skenë atë që në fakt personalisht do e doja ende gjatë atje në ferm, se është nga ato gocat që mua më pëlqejnë shumë. Ajo është zonja e zotrin Ester. Shpirt. Yes. Këtë vërtet më mirë. Pritë të bëjnë tjera. Ester, mi qete? Si jeti? Njërë, Sa e duar të kasi me Ester? Ullu rato. Lemi që kështu me stil. Me stil, Ullu. Çfarë emocion është të para ke? Lëre, se nuk e di, do me thëmë po shoh njerëz të tjerë njerë, nuk e di. Që ti e madhe, pas ka njerëz të tjerë? Jam shumë e lumtur, si që thash dhe te ferma, jam shumë falenderuese Vizionit Tringut, ty, Zhakut, Kastros, gjithë stafit për këtë mundësi fantastike. Faleminderit. Që mendoj që e kam shijuar, patjetër shumë, edhe mendoj që kam treguar veten time. Qik nevrike, po hajt tash. Impulsive, por ke treguar gjitha ngjyrat e tua të vërteta, siç të takon ta bësh në një reality show. Unë jam e lumtur dhe besoj dhe shpresoj që ky reality show do shëmbesi një trampolin e fortë dhe e fuqishme në karrierën tënde. Shumë faleminderit. Se dua të shoh ty dhe talentet e tua gjatë në skenën shqiptare. Por çfarë mendon ti që të ka penalizuar? Ndoshta mendoj që mund t'jem treguar në çik më e vërtet se ç'duhej, se unë kështu jam, tash edhe kështu jam treguar, po ndoshta duhet kisha luajtur në mënyrën që okay, hajde siç bëjnë ca aty brenda që s'dua ta them tani, po hajde mbajmë mirë me këtë, mbajmë mirë me atë, ata të dëgjojnë. Mirë e ke, po që gjithsesi ndoshta dhe pak kam hiperreaguar në disa momente të caktuara dhe mendoj që kjo më ka penalizuar më shumti, po gjithsesi prap jam shumë falenderuese që jam këtu ku jam sot. Bukur. Nëse sonte në fakt do ishe duke u nisur në fermë dhe jo duke dalë, a do bëje diçka ndryshe? Po, patjetër që po, unë nisa që dje me Big Mama, po vonë, shumë vonë. E nise që pra do bëje atë lloj karakteri në lojë. Po, do bënim një gjë tjetër këtë javë që kishte mbetur. Pra ke pishmane, ë? Jo, me thënë të drejtën vetëm për ndonjë lojë tjetër që mund kisha krijuar, po pishmane jo se e kam shijuar në maksimum. Më vjen shumë mirë ta dëgjoj këtë. Ester, dua që të kthejmë sytë edhe veshët pak nga opinionistët për të dëgjuar kështu edhe si e kanë parë ata rrugtimin tënd ose më saktë ku mendon që je penalizuar. Kastro. Luan, unë mendoj që e ardhmja e Esterit sonte do të ishte shumë ndryshe nëse loja e saj që nga fillimi do të kishte qenë po ndryshe, ose më saktë do të kishte qenë kështu si Esteri e pretendon e vërtet. Unë mendoj që hapësira që ajo i la Albës duke njohur, duke i lënë hapësira të tepërta qoftë edhe në justifikimet që ajo ka bërë gjatë gjithë ditëve që ishte aty, e penalizoi duke lënë pak në hije. Në momentin që ajo doli, ajo u vure shumë mirë që Esteri le të themi mori kontrollin e territorit të lënë të hapësirës që la dhe Alba, duke përfshirë dhe ujërat e veta t'i fusin në atë territor. Mendoj, unë e thashtë pak më herë se të vinte Ester, mendoj që t'hyri pak vetja në qef 2 javë të fundit, edhe me këtë nuk dua të, kur theme t'hyri vetja në qef, t'hyri e more të mirë qënë. E more të mirë qënë faktin që ti ishe me adhuruara, le themi, prej seksit femër aty, dhe kjo gjëja të la pak më shumë lishmëri, si që ti the, për të gjykuar pastaj edhe më kollaj dhe më lehtë nga publiku. Ne e dim që armikut në thonjza mos i lë hapësira sepse të futet, penetron, gjykon, paragjykon dhe deri në momentin që të nxjerrë edhe jashtë. Për gjithë pjesën tjetër pastaj unë kam një simpati të veçantë për gjithë talentet e tua. Shumë faleminderit. Kështu që e kam thënë edhe nuk e mbaj mend një prej serive, nëse nuk ke oferta muzikale në studio, unë do të bëj një telefon këto kohë. Wow, faleminderit.
O, bo, Zhaku, qa do të thuash tani? Zhaku ka një, nuk e di domethënë se do shprehet sonte me ty, por ka një veçanti që nëse atje është e ashpër, vini ju këtu, ju mulon me llape të bukura. Kështu që ta dëgjojmë sonte. Më mison po dridhem akoma s'ke. Po su dridh. Jo, edhe atje kam mbuluar Esterin me fjalë të bukura, domethënë jam përpjekur gjithmonë të jem sa më objektive. Ndonjëherë mbase mund të kem qenë dhe ashpër, sepse duke ditur që ju atje i vetmi input që keni nga bota jashtme janë komentet tona, kam dashur gjithmonë që t'jap, si më thënë, një lloj këshille për ty. Copsa për të përmirësuar në formën e unë nuk jam perfekte, asnjë nuk është, edhe natyrisht edhe unë kam gabimet e mia. Megjithatë mendoj që një person si ty, unë vërtet jam shumë e shokuar sot. Dëshira ime ishte që të shija në finale. Mbase jo nuk të shija fituese sepse mendoj që ka të tjerë që kanë dhënë diçka më shumë, ti ke dhënë shumë. Madje mendoj që ti ke dhënë je një ndër personalitetet në fermë që ka dhënë më shumë, na ka kënaqur me talentet e tua të shumta dhe që janë vërtet për të përgëzuar. Je vajzë shumë e mirë, i kam bërë gjitha komendet për këto. Mendoj që ti bëre pate një lloj rënje në momentin që u përfshive pak si më shumë me Anduelin, mendoj unë, pastaj u largove. Tani edhe ne patëm atë debatin bashkë, unë nuk dua që ne ta përsërisim. Mendoj që ti e nise shumë mirë. Mendoj që ti tregove të gjitha vlerat e tua si Ester, si një vajzë e rritur shumë mirë, edukuar, etj. Mendoj që pate pastaj edhe një lloj lodhje dhe një lloj ezaurimi, i cili u reflektua në një tjetër mënyrë tek publiku e kuptoi. Mendoj që ti je në një rrugë shumë të mirë për të patur një karrierë të suksesshme. Faleminderit. Dhe nëse nuk të merr as kastron telefon, të merr Zhaku. Nëse s'të marrin këta të dy, unë jam shumë shumë e thjeshtë, Ester, nuk i hap telefonin Zhakut. E kuptoj. Ester, çfarë do doje ti në fakt të ndiqje në botën e televizionit? Se ti bën pjesën e aktrimit, ke treguar një vokal fantastik gjatë rrugtimit në fermë. Pse jo dhe moderimin mund ta bësh për sa ko i bën këto të dyja? Ku e ke ti ëndrrën tënde më të madhe? Shiko, mua unë vdes edhe të këndoj, edhe të moderoj, edhe të aktroj. Një showgirl. Po, një showgirl. Një showgirl. Po, ja ti isha shumë si ti, po shpresoj t'jem në hapat e tu. Faleminderit shumë. Një showgirl i ardhshëm. E kemi këtu para syve. Ndërkohë që unë dua të ndjekim tani dinamikën dhe rrugtimin e Ester Alushit në ferma VIP 2. Pakës momente. Tjep.